Darësia është një zonë kodrinore midis fushës së Myzeqes në perëndim dhe jug dhe pllajës së Dumres në lindje. Shtrihet në veri midis Peqinit dhe Rogozhinës deri në lumin Shkumbin. Administrativisht ajo përfshihet në rrethjen e Lushnjës dhe të Elbasanit dhe ndahet në dy pjesë, Darësia e Lushnjës dhe Darësia e Peqinit. Nga ana gjeografike, Darësia është një vazhdim i zonës kodrinore të Dumres me të njëjtin relief, klimë dhe bimësi, por nga ana etnografike përbën një njësi të veçantë. Relievi i saj përbëhet nga kodra të ulta me lartësi nga 100 deri në 250 metra. Qendrat kryesore të banuara janë Gjoçaj, Ballagaci dhe Hyzgjokaj. Fenomeni i braktisjes së vendbanimeve rurale vazhdon të jetë një sfidë e madhe për zonat e Shqipërisë. Çdo vit, shumë banor largohen nga zonat rurale drejt qyteteve apo jashtë vendit. Kamera e televizionit Apollon ishte në qendrën administrative të Hyzgjokajt për të sjellë realitetin e përditshëm të banorëve, të cilët jetojnë në këtë zonë të bukur të natyrës së Darësisë. Jeta është e lidhur ngushtë me punën dhe dashurinë për tokën, ndërsa vitet e fundit fshati ka përfituar investime në infrastrukturë. Banorët e tij merren kryesisht me bujqësi, pemtari dhe blegtori. Hyzgjokaj njihet me numrin e lartë të serave diellore, të cilat janë bërë një burim kryesor i të ardhurave për familjet e zonës. Prodhimet e tyre furnizojnë tregjet lokale dhe eksportohen përmes grumbulluesve. Gjithashtu, në fshat ka ndërtuar ndërtesa 1 deri në 3 kate, duke krijuar një pamje estetike moderne, por që ruan ende traditën e zonës. Qendra administrative e Hyzgjokajt, e cila i përket rrethit të Lushnjës, ka një popullsi prej rreth 1100 banorësh dhe 3500 banesa të shpërndara në një sipërfaqe prej 17 km². Brenda fshatit ndodhet edhe një rezervuar i ndërtuar para viteve 90, i cili edhe sot mbetet krenaria e Darësisë, duke siguruar ujë për vaditjen e tokave bujqësore. Unë jam i banor i fshatit Kurtin dhe merrem kryesisht me kultivimin e prodhimeve në sera, por jo vetëm, edhe me pemë frutore dhe ullishte. Këto 2-3 vitet e fundit, fermerët e kësaj zone dhe konkretisht të këtij fshati janë shumë kënaqur me prodhimet bujqësore të perimeve në sera, kryesisht, sepse edhe çmimi i tregut ka qenë shumë i levërditshëm. Si pasojë e kësaj, edhe njerëzit janë shumë kënaqur, edhe fitimet e tyre janë rritur. Si shikoni jetesën e banorëve, pasi ky fshat ka ndërtime nga 1 kat deri 3 kat në familjet e tyre? Ka ndryshim jeta para disa vite me vitet e sotshme? Në krahasim me vitet e mëparshme, jetesa në banorët e këtij fshati është shumë herë më ndryshe, është rritur niveli i jetesës dhe është një punë për të lavdëruar nga ana e fermerëve, sepse me anë të këtyre fitimeve kanë ndërtuar edhe shtëpi të reja. Atëherë jeta banorëve të njësisë administrative Hyzgjokaj fillon duke konsumuar kafe në mjezit, pastaj secili nëpër detyrat e vete, kryesisht siç e thamë edhe më lart, nëpër punët e bujqësisë, por nëpër sera kryesisht, sepse është dhe periudha e kultivimit perimeve në sera, e jo vetëm në kohën e pushimit, pastaj mlidhen edhe diskutojnë për çmimet e tregut, për shkëmbejnë eksperiencat e tyre në kultivimin e perimeve, marrin përvojë nga njëri tjetër e gjëra të tjera të kësaj natyre. Dashuria për fshatin është ajo që i bashkon banorët, të cilët çdo mëngjes dhe mbrëmje mblidhen për të diskutuar mbi bujqësinë dhe prodhimet e tyre. Ata punojnë me përkushtim për të furnizuar tregjet dhe për të mbajtur gjallë traditën e zonës. Mikrofoni i televizionit Apollon ju drejtua drejtuesit të qendrës administrative të Hyzgjokajt, zotit Hysni Dingozi, i cili na tregoi për jetën e përditshme të banorëve dhe përpjekjet e tyre për të ruajtur kulturën dhe traditat e Darësisë ndër breza.